Vazhdojmë tani një djalë i ri tjetër na shkruan në lulëzimit, thotë jam i pamartuar, jetoj me babën dhe nënën dhe unë kujdesem për të dytë. Edhe ushqimin e përgatis për gjithë çka kanë nevojë ata. Por babai im ka 84 vjet, nuk është mirë pra nga aspekti mental, po shumë po më nem, pra po mallkon është shprehur këtu, edhe mua dhe nënën. Nuk e di se çfarë të bëj. Pres ndonjë përgjigje dhe këshill nga ju. Lusë Allahun e Madhreshëm që këtë kontribut dhe këtë mund që e bën, do thot ky pyetës që Allahu xhalla wala ta shpërblej, se me të vërtetë do thot shërbimi për kujdese ndaj prindërve është një veprim që Allahu xhalla wala e trajton nga veprat, do thot shumë thelbësore në Islam në përgjithësi. Ne vëdim që Allahu xhalla wala urdhrin e parë, do thot apo ndalesën e parë është, do thot që Allahu xhalla wala me urdhri i parë kuranor tek njerëzit në përgjithësi është që ata ta adhurojnë të vetmin Allah, dhe pas kësaj ka ardhur urdhri tjetër wa bil walidaini ihsana, që me prindrit me pas një mirësjellje, do thot një sjellje të mirë. Pra po e shohim, do thot sa thelbësore është, do thot ky veprim. Prandaj un vetëm do ta kisha nxitur këtë djalë që të vazhdoj, do thot me këtë mirësjellje, se padyshim është një punë që tek Allahu xhela wala do të gjej, do thot shpërblime të mëdha. Kjo është, do thot aspekti i parë. Në anën tjetër, qasja e këtij prindi që pas ka arritur mjaft moshën dhe gjendja e tij psiqike, ndoshta e bën që ai të thot fjalë mallkime e veprime të këtilla, që këtë djalë ndoshta e mërzisin dhe thonë subhanallahu, unë po i veproj, po i bëj këto vepra, po sillem kështu me babain dhe ai po sillet, do thot në këtë formë, mund të ndiej në veten e tij, do thot një lloj mërzie. Themi se absolutisht, do thot kjo nuk duhet t'ju mërzis juve, për arsye se ato veprime, do thot janë duke dalë, do thot nga një mendje që nuk është e shëndosh dhe nuk kanë kurfar baze. Edhe mallkimi, ne vëdim se mallkimi i prindit që ja bën, do thot djalit që nuk sillet mirë me të, është, do thot një mallkim shumë i rrezikshëm. Por nëse kjo ndodh, do thot nga një prind i cili është, do thot jo shëndosh, do thot nga aspekti mental, atëherë kjo nuk ka kurfar vlere dhe nuk do duhej t'ju friksoj juve as pak. Absolutisht ju vazhdoni, do thot me këtë mirësjellje, kurse ato fjalë që dalin, do thot nga ky prind, do thot i smur, do thot nuk kanë kurfar vlere. Zoti e di më së miri.